Kur e kemi ditëlindjen? Unë kam ditëlindjen. Unë në qershor kam ditëlindjen. 25 qershor. Blerta çon 25. A bën 25? Sa më pushti Blerta? Çfarë the Megli? 25. 25 mush. Dhe bën të madhe, dhe bën të madhe. Kam 25 vjetore këtë. Super. Okej, ke ndonjë qëllim në jetë? Po kam patur një qëllim në fakt. Qëllimi im ishte që kur tisha 25 vjeç, tisha e virgjër, po Se arritë dot. Mos. se arrita dot. Se kapa dot. Jo. Se kapa dot. Ka që se e kapun për Ju ty. e keni kapni ju? E kapun për ty. Super brava. A mund të kemi një shampanjë për ta festuar sepse virgjëria ti je virgjër. Po sa moshë ke 25 e ke atë? Deri 25 e ke? O zemra unë jam 27. E kam kalu 25, po thash kur të bëj 25, paska për të bëma. Ajo është akoma në moshën që dëshiron ta thot. Domethënë kur e pyet thotë, jam 27. Jo, unë mendoj që do ta kur të bëj 30 vjeç do bëj një festë shumë të madhe dhe do ta nxjerr. Ashtu mendoj edhe unë. Nuk bëj 30. E vjen që mund të jem, po 30 vjeç nuk mbush kur. Jo, asilloj. Për te shakave, se besoj që ju nga shtëpia e kuptuat se ku ne donin të dilnim. E keni parë deklaratën e asaj këngëtares e Nisa, që ndjej aq shumë krenare që ishte virgjër dhe 30 vjeç. Blerta ishte edhe krenare që mbushte 30 vjeç. Nuk e mos ky është haro. problemi i parë, të jesh të mbushësh 30 vjeç dhe të bësh krenar që po mbush 30 vjeç, unë nuk e di. Më mirë ti të kenar të virgjër. Do me thënë se nuk më bënte sens kjo, faleminderit që e nxore në pa. Me thënë drejtën, unë isha shumë fokusuar te flokët. Kishte si të ndodhte ndryshe. Unë që Nëse mua do më thoni do kesh ato flokë. në 30 vjeç, Do të shkosh do sakrifikoj virgjërinë për ato flokë Megli. A do sakrifikoja virgjërinë, kjo duket sikur E kundërta. duket sikur do ta hiqja virgjërinë për ato flokë. Vlen në të dy. Për te shakave, shumë e trisht që në 2026 virgjëria serviret si vlerë e shtuar, sidomos nga gocat. Një pjatë të argjend. është si një standard që a thua se çfarë ke arritur, që ti ke një punë të mirë, që ke një familje që të mbështet, a nuk do t'i kishe këto edhe nëse do kishe bërë seks, domethënë cili është problemi këtu se nuk e kuptoj. Problemi nuk qëndron nëse ti je apo jo e virgjër, sepse ajo është puna jote, it's your business, unë aprish punë fare. Puna është pse do ta trajtosh të gjën si mburrje, sikur ti ke fituar gjëra nga fakti që je e virgjër. Edhe nuk e di. Domethënë, jo, problemi në atë deklaratë ishte fakti që e kishte servirur si arritje faktin që ka një familje që e mbështet, ka arritur një punë të mirë, po bën një album. Mund të arritë me Pra, vërtet. kishte arritur sukseset e saj që i ka objektiva dhe është e virgjër. Dhe pyetja që më lindi mua është nëse ajo nuk do ishte e virgjër, këto nuk do i kishte patur, pra do kishte qenë problem Unë nuk e di. paturit marrëdhënie seksuale. Unë e kam parë atë, më ka dalë goxha herë dhe thjesht mendoj që ajo aq klikime sa i mori vetëm për faktin që ishte e virgjër nuk i ka marrë kurrë në TikTok. Edhe se unë nuk mendoj Se ngjalli reagim. Po, edhe ai komenti, po ju kur shkoni me shumë meshkuj i postoni në këtë aplikacion, se ka goca që thonë dola në date bëra këtë dhe TikToku trajtohet si një mini podcast në shtëpi që ti bën video. Tani ajo nuk është çështja që ato nuk thonë me krenari, unë bëra 4 date në ditë për shkak dhe dështoj. Gocat për momentin janë duke u ankuar që nuk ka meshkuj dhe e shfaqin këtë, pra E flasin pastaj me njëra tjetrën se eksperiencë. Dhe fakti që ti del me një cun është normale, nuk është, është super gjë normale, nuk është ndonjë gjë që duhet të mburrësh apo mos të mburrësh për të. Ndoshta është okay që ti mund të ishe virgjër, për faktin që ti e ngre aq lart, dhe me thënë sikur Është si vlerë, pra si vlerë të shtuar tënden. nuk ka lidhje fare, sepse edhe të thush që ajo është një gocë që është rritë në Shqipëri edhe për shembull Ky është problemi, ky është akoma më i Kjo është problem. më problem, se unë mendoj që fakti që ai ka përmendur këtë gjë, përveç se in a funny way që ajo kishte thënë komente, ishte për faktin që do merrte shumë komplimente nga shqipa, të kupton, nga fakti që është shumë si arritje. Dhe patjetër që kishte shumë komente suportuese nga shqiptarët tanë të dashur të TikTokut që avetaren nuk e kanë lexuar, nuk e kanë çuar deri në fund, se me këtë kapen pak se me mënyra se si shkruajnë, po ky është një tjetër muhabet që e duar Jam trokisnin. shumë krenare për ty që nuk ke hyrë ti kthesh përgjigje dhe të komente. Nuk e ke iden se sa shumë të mundova. What are you doing here? Lexoj komentet tona, acarohem në ai koment aq shumë dhe shumë që ka dhe një reply dhe jam shumë e revoltuar në ato momente. Shoh Blerta që 25. Po ti shif atë. Nëse jeni të interesuar mund të gjeni janë kudo. Mirë, përpos kësaj,
komentoi edhe Dea Michel. Dhe I tha vajzës, Respekte për Dea Michel. Respekte se jemi shumë pro mendimit të saj, por në deklaratën që kishte dhënë, mediat e kishin prerë vetëm një pjesë të deklaratos që ajo thoshte që vajza ka nevojë për të konsultohet me një psikolog, sepse të jesh 30 vjeç, të jesh e virgjër, ndoshta është një problem që ka nevojë për psikolog. Dhe këtu sheh se sa shoqëri me dy standarde kemi ne në Shqipëri, sepse kur nxorri në fillim Enisa këtë deklaratën që jam 30 vjeç dhe e virgjër, komentet e shqipëve ishin veç atyre që lavdëronin, ishin po e virgjër në vesh. Ndërsa kur nxori Dea faktin që shikon se ajo do të shkojë psikolog, I than Deas, flet kurva për të ndershmen. Shqiptarët, këto shenjë mistike. Unë mendoj që në 2026-ën shqiptarët duhet të kenë një lëndë, nuk e di ku mund të servirë, ndoshta në punë dikush të shkojë dhe t'ju mësojë edukatën seksuale, sepse të jetë seksi akoma tabu e tillë. Në 2026-ën është turp dhe është një tregues shumë I madh ignorance. Dhe realisht duhet hapni mendjen, ne jemi 3 këtu dhe vazhdojmë dhe flasim për tema dhe juve ju duket tabu që 3 goca të reja kanë zë dhe fillojnë dhe flasin dhe imagjinoni ignorancën që tregohet në komente në të tilla raste. Dhe fakti që shojnë akoma virgjërinë si diçka të shenjtë. Shëndet, fjalë e vërtet. Fjalë e vërtet, miq. Më fal, po komentin e motrës Sindit rrëfuzë. Fjalia e dytë e Sindit në ato emisioni ishte unë jam Sindi, jam e virgjër. Po ti kush je? Nga vjen? Edhe di kush është e bukura se kjo më vdes mua fare më shkallon. Sindi ishte vajza që e promovoi faktin e të qenë e virgjër dhe po të hapësh Instagramin e Sindit dhe të shikosh videot e Sindit, është shumë larg asaj vajzës që ka mundësi të jetë e virgjër. Nuk është kjo problemi. Problemi që që tani e ka humba jo. Jo, ka një problem. Ka kalu kohë. Nuk e dim atë. Nuk kemi punë me jetën personale të Sindit apo të kujdo. Kemi punë sepse ti të dalësh dhe flasësh për s'është jeta personale, është Instagram publik, është ti për aq kohë sa e bën diçka publike, jep hapësirë çdo njeriu që të komentojë. Se ti nëse 1 në 3 fjalë thuaj jam e virgjën në emision në Instagram kur ftohesh, atëherë ti le hapësirë që dikush mund të komentojë këtë fakt, se ti po e nxjerr në një fakti që ti je e virgjër dhe ka goca që nuk janë të virgjëra, nuk të bën ty më të mirë apo më të keqe apo çdo gjë tjetër, dhe nuk e di se ku I gjejnë ca këtë mundësim për të sulmuar vajzat e tjera që nuk janë, sikur ça kanë mangët. Dhe thonë që I than Deas që kush e di sa ke kaluar ti apo I merr me radhë. Armiku më I madh I një vajze është një vajzë tjetër gjithmonë dhe kjo nuk do jetë nuk do e hedhim kur poshtë këtë si shprehje. E vërtetë është kjo. Domethënë, të dalësh dhe të flasësh të kundërpërgjigje dhe Nisa të njëjtën kundërpërgjigje ka bërë në komente. Pra, e kthejnë në një anë shumë të shëmtuar për të vetë mbrojtur. Është mekanizëm mbrojtës. Domethënë, nxjerrin si antivlerë atë personin që ka bën jetë të kundërtën në gjë se bëjnë këto. Një vajzë mund të jetë e virgjër dhe të jetë një gocë mrekullueshme dhe mund të ketë patur shumë partner seksual dhe njëkohësisht mund të jetë një vajzë mrekullueshme dhe ty nuk të definon virgjëria në 2026. Një njeri e bën një njeri të mirë, karakteri, vlerat që ka, inteligjenca etj, po jo virgjëria. Njerëz hapni mendjen se është ignorancë e madhe, nuk e di domethënë. E di çfarë vëm përshtypje, se unë për shembull ne kishim temën e sekreteve të çunave sot dhe hodha në TikTok për të zbuluar më shumë sekrete nga çunat një video. Dhe komentet ishin, nuk I nxjerrim sekretet e çunave, edhe janë aq bashkë me njëri tjetrin, sa që kur bëhet fjalë për të sulmuar një mashkull, të gjithë komentet që e mbrojnë atë mashkull kudo. Se kur bëhet fjalë për një deklaratë një femre, do I turren, do e shajnë, diku do vjen prap femrat bashkë. Kjo